Ditët e fundit në telefonat e qytetarëve kanë mbërritur mesazhe të dyshimta që janë me përmbajtje mashtruese. Kjo situatë ka ngritur në alarm edhe policinë. Drejtoria për hetimin e krimit kibernetik ka paralajmëruar qytetarët për qarkullimin e një fushate mashtruese në platformën WhatsApp. Këto mesazhe paraqiten si kërkesë për votim për çmimin e parë të një burse falas në favor të një personi të afërt me dërguesin, i cili dyshohet se mund të ketë rënë më parë prej këtij mashtrimi, duke sjellë më pas përhapjen e mesazhit të kontaktet e tij. Mesazhet synojnë marrjen e kontrollit të llogarisë në aplikacionin WhatsApp, duke i drejtuar përdorësit drejt faqeve të rreme dhe duke i nxitur të vendosin kode verifikimi, të cilat përdoren nga autorët për të përvetësuar llogarinë. Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të mos klikojnë në lidhje të dyshimta edhe kur mesazhi u shkon nga kontakte të njohura, të mos japin kode verifikimi, fjalëkalime apo të dhëna personale, të aktivizojnë verifikimin me 2 hapa në aplikacionin WhatsApp dhe të raportojnë çdo rast të dyshimt pranë strukturave të policisë së shtetit. Policia e shtetit po e monitoron situatën dhe i fton qytetarët të tregojnë kujdes maksimal ndaj mesazheve që ofrojnë votime, çmime apo përfitime të menjëhershme.